Me rastin e 1 majit, ditën ndërkombëtare të punëtorëve, atmosfera festive u ndje fuqishëm në çdo cep. Në parkun e Sarajit, qindra qytetarë zgjollën ta kalojnë ditën në natyrë. Që në orët e paradites, familje të shumta u pan duke mbërritur me shporta plot ushqime, duke shtruar bataniet mbi barin e gjelbër dhe duke krijuar një ambient të ngrohtë e të gjallë pikniku. Tingujt e muzikës dhe ritmet e tupanave i dhan parkut një gjallëri të veçantë. Po ashtu, në shumë kënde të parkut, tymi i lehtë i skarave ngrihej mbi gjelbërimin, ku familjarët përgatisin ushqime të ndryshme pikniku. Fëmijët të lirë vraponin e loznin në hapësirat e gjëra, duke e bërë edhe më të dukshme ndjenjen e gëzimit kolektiv. 1 maj për neve fare nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Pa drejtat e punëtorëve kanë mbaruar në kohën e komunizmit. Ja, e shifni sa bukur. Po jemi të kënaqur nga jeta. Jemi të kënaqur nga jeta. Kështu që s'kemi probleme. 1 maj është dita e shqiptarëve. Po, si më mirë, se tash kur ka popull, dëshira e madhe të njoftohesh me njerëzimin, të shohësh gjithë njerëzit që janë të mirë edhe që i njohësh. Me familje, me nuset, me djemt, mendoj që po, patjetër. Qytetarët dukeshin të lumtur dhe të buzëqeshur në këtë ditë, por gjithashtu u shprehën duke thënë se puna në Maqedoninë e Veriut nuk ka vlerë. 1 maj janë ditë e punëtorëve. Po kemi ardhur ta bëjmë një festë, një shëtitje me familjen bashkë me shoqën, me vajzën. Ambe vlerësojmë në punën e të gjithëve, ama vlerë nuk ka. Me punën ne që e bëjmë, ama nuk ka vlerë puna. Puna nuk ka këtu në Maqedoni. 1 maj në Saraj nuk ishte vetëm një ditë simbolike për punëtorët, por edhe një moment i çmuar për t'u çlodhur, për t'u afruar më shumë me familjen dhe për të shijuar jetën në thjeshtësinë e saj më të bukur.